Do të trindi që tërë ditën në shtëpi vetëm u punoja. Filloi të sillte keq, sa fillon të pinte pak ankot. Filloi Odeta vazhdimisht me sa i dhuna, nuk filloi vetëm atë ditë, filloi vazhdimisht dhuna. Nuk pyeste më çaj dilte përpara atij. O arrati e sikon nga shtëpia. Kam ka i kohë Odeta si se e kam shkoj, kam takuar Odeta e shoh vajzën me dot nërsi Odeta që më arrajin. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do hap dritaren për një nën, ajo është nëna e 3 fëmijëve. Është nga Ndroqi, vetëm pak kilometër larg prej qytetit, por aktualisht ajo ndodhet në Sarand. Në fakt historia e Pranvera Gorasit është një histori shumë e rëndë. Do e dëgjojmë, ajo do rrëfej problemet me ish partnerin dhe arsyet pse shkoi në divorc. Hap dritaren dhe ftojmë me njëherë këtë 40 vjeçare. E dashur Pranvera, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta nga Saranda. Në fakt vetëm përpara disa ditëve më kontaktove dhe me aq sa kuptova jeni një grua e dhunuar. Po. Por aktualisht ju jetoni me burrin dhunues apo jeni ndar? Ne jemi ndar Odeta prej 2021-shit. Keni 3 vite që jeni ndar, keni fëmijë? Kam 3. E dashur Pranvera, më lejon të pyes si e njohur me babain e fëmijëve të tu? Para sa kohësh? Unë jam njohur Odeta me shkesë. Para sa kohësh? Ne qym 2006. Sa vjeç ke qenë atë kohë kur u martove? U kam qenë 19 vjeçe. 19 vjeçe, ndërsa Ai ka qenë 39 vjeç. 39 vjeç, ka qenë një lidhje jo me dashuri, po më tregon, me mbledhsëri. Me mbledhsëri po Odeta. Ka qenë familja që u prezantoi? Jo Odeta, familja ime nuk më ndihmonte, nuk më bënte, kosha që më rrite, më bënte. Ish bashorti im, më dhunonte djalin, prapë dhunonte djalin, 13 vjeçar jepte një ilaç e vende në gjumë. Pranvera, ti u martove 19 vjeç, në çfarë qyteti jetove, nga e kishe burrin? Ish bashorti im Odeta ka qenë nga Mursia e Sarandës. Por në momentin që këta persona të njohon me babain e fëmijëve, ti ke qenë dakord për këtë martesë? S'kam qenë dakord Odeta, po më martuan prindet. E dashur Pranvera, ti vërtet ke qenë 19 vjeç, ke qenë e vogël, por thjesht fakti që ti kishe fituar atë lirinë nga pavarësinë nga familja, kishe shkuar në Sarandë të punoje, mendoj që ishe një vajzë që ishe rritur shumë afër Tiranës, Ndroqi është shumë pak kilometër larg Tiranës. Besoj që disa vendime i merrje ti. Jo ti merrte nëna dhe babai. Ja Odeta më martoi babi me zor, nuk doja ta merrja, ishe e vogël, tash nuk e dua që jam e vogël, të rritëm me pak, tash të bëjmë 30, 31 vjeç, tash të martohem tash. Ato më martohen me zor Odeta. Dhe ti shkove nuse në Sarandë. Po, në Sarandë, po. Çfarë ndodhi me martesën tënde? Jo Odeta, i shkonte njerë mirë, shku mirë, nera parë, fillua të shku mirë. Lindi fëmija parë, shkoj mirë, lindi fëmija e dytë, po... Fëmijën e tretë më filloj të fëmijën e dytë filloj të më dhunonte, përsa kiti të filloj dhuna. Por për çfarë lindi dhuna në familjen tënde? Në familje Odeta me ish bashortin tim lindi dhuna, punoja në to atje në Sera, në Preves, punoja atje. Punoja me gratë, vjele tomatesh, këto, vjele që në tokë, në buski. Por ai pse të dhunonte? Në pse lindën konfliktet në familje? Ai lindi konflikte Odeta si me djalë, lindi konflikte si me jepte djalë ilaçe pastaj. Mi jepte një lloj ilaçe za lasta. Por çfarë jepte djalit ilaçe? E ta vendim gjumë, mos bënte zhurmë djali, nuk donte që të loste djalin në përshpi. Mira, po kjo nuk është normale.
ka pasur ndonjë problem burri juaj? Se një baba tani që s'do të qarat e fëmijës dhe jep i Ai lashta do në të gjumë. qetat e ta. Nuk do të shurm. Do të trindi që tërë ditën në shtëpi vetëm u punoja, atë u qëra në shtëpisë më të tëra. Ju jetuat në Sarandë apo emigruat më pas drejt Greqisë? Se më përmende Prevez, që ke punuar në Prevez. Po, kam jetuar 16 vjet atje. U larguat nga Shqipëria për një jetë më të mirë në Greqi dhe fatkeqësisht ti aty përballe me dhunën. Po, ajo është një jetë më të mirë. Për të parë më ka qelluar vetëm për një fjalë që më ka thënë tezja vetë. Se nëse ajo të foli me filane, po fliqe me gratë, të bësh muhabet me gratë, ai nuk tonte të fliqe as me gratë, të bësh muhabet në punë. Nuk donte asgjë, nuk do të jepte muhabet as unë graves. Me shoqjet e punës, e më godite me grusht në shtëpi pastaj. Pas ati grushti filloi që ai të sjellë vetëm keq me ju. Filloi të sjellë keq, sa fillon të pinte pak ankon. Ka qenë përdoruesi i alkoolit. Po. E dashur pranvera, në momenti që nisi dhuna në familjen tuaj, ju sa fëmijë kishte sjellë në jetë? 2 fëmijë dhe ta kisha vajzën kisha 10 vjeçë, djalin e kisha 1 vjeç e gjys Armando. Por ju e denoncuat në policinë greke në atë kohë për dhunën që ai ushtronte? Filloi dita vazhdimisht pastaj dhuna, nuk filloi vetëm atë ditë, filloi vazhdimisht dhuna, pastaj më godiste nuk pyeste më çaj dilte përpara atij. Ai vinte i alkoolizuar dhe ushtronte dhunë ndaj jush, por ndaj fëmijëve? Ndaj djalit jepte një ilazh zalasa që e vente tërë ditën e gjumë. Kjo është merë. Pranvera, ti e ke denoncuar në polici? Kam shkuar ditën në polici greke, më grisën letra, policia greke më grisi letrat. Por, çfarë ndodhi më pas? Ti e mbajte si bashkëshort? Jetova deta 16 vjet me atë durova. A mund ta di pse e ke duruar një baba që ka qenë dhunues ndaj gruas së vet dhe mbi të gjitha, jo një baba i denj për fëmijët e tij. Mund ta di pse e ke duruar 16 vite pranvera? Pa më keq kuptuar se nuk jam askush të kërkoj ty llogari, por më shokon. Nuk isha mbushtetje, Odeta nuk isha mbushtetje, nuk isha një që të mbushteste, nuk isha njëri mbushtetje, për shkak se ako të vija në Shqipëri s'ke ako rria Odeta. Prindes më pranoshin në shtëpi. Po pse? Çfarë ka thënë nëna dhe babai kur ti i ke kërkuar ndihmë? Babi timi kam kërkuar ndihmë Odeta ku jam goditur me thik në zemër. Si me thik? Të ka gjuajtur me thik? Nga ish bashorti im. Kur ka ndodhur kjo? Edhe prap nuk besonte, asnjë nuk më besoshin kur. E dashur pranvera, por nëna dhe babai nuk të besuan dhe nuk të mbështetën? Nuk më besoshin Odeta, nuk më besoshin, si i besoshin atij, jo mua. Po si ka mundësi që prindërit e tu besonin më shumë dhëndrin dhe jo vajzën e tyre që dhunohej? Pastaj atë nuk besua ralla parë më i kam nxjerrë një shoqen time pastaj që kam pas në Greqi, që ja tha të tëra shoqja ime. Që e ka goditur, e rre, e bën. Atëherë babim ka ardhur në Greqi, ka ardhur te vllai, që kam vllai në Greqi. Po. Edhe ka ardhur në spital. Pse ti përfundove në spital? Përfundova në spital që isha që bëra operacion që qepa atë zemër, që bëra operacion në zemër, që më goditi ish bashorti me thik në zemër. E dashur pranvera, Urdhëro. babai erdhi në Greqi dhe erdhi të vizitoj në spital. Erdhi një herë, sa mulli një herë sy, me pa dhe iku, nuk më foli fare, me pa të shtrirë në karvat dhe iku. Por nëna jote? Jo, mami nuk ka ardhur.
as vllai që jetonte në Greqi nuk të mbështeste me gjithë të dhunë, pa i ka tentuar dhe Vllai nuk doja ta shtija në sherr, Odeta, si vllai më ka mbështetur çdo herë për shkak në Greqi, po doja ta shtija në sherr. E tash pranvera, ai të ka gjuetur me thik pranë zemrës dhe fal Zotit ti ke shpëtuar dhe ke mbijetuar asaj plagë që ke marrë, por ai përfundoi pas hekurave. Është tentativë vrasje. Kuptoj, Odeta, po nuk e denonsova Odeta, si kisha edhe frikë. Kisha edhe frikë atë që më vriste fare, do më vindet me bënda një gjë në spital për shkakun. Ti nuk e denoncove. Jo, fare, Odeta. Por kur vajte në spital dhe mjekët të futën në operacion dhe më pas ai operacion shkoi mirë, nuk të pyetën kush të goditi në zemër? Jo, nuk tregova, Odeta, nuk tregova. Po kur mjekët të pyetën, ti çfarë ju the? I tha e ka ngoditur, ka qenë vetëm në shtëpi, i tha e ka ngoditur natës, kam qenë në shtëpi, tha, kanë hyrë me vjedhë, ndoshta tha njëri, tha e ka ngoditur, tha. E justifikoi këtë. Dhe ti e pohove që ashtu ishte ngjarja. E pohova Odeta nga Afrika. Nga Afrika si kisha vllajin atë dua kmerte me vllajin për shembull, do të shtinte njëri të më vriste vllajin, ai që po ta kesh një burrë të tillë që të qelloj, më betua, po tregova, më tha do të vras vllajin, më tha. Dhe gjë Odeta, ditë ndodhi kështu Odeta. Ishte dhe djalit i Laçe. Po. Do t'i jepte djalit i Laçe, e kapa djalin, ja kapa nga dora djalin që mos i jepte i Laçe. E hulla djalin në divan, aty me atë, ke dhoma tjetër, ai shkoi me atë moment, ai ishte shumë i zehur, edhe shkoi ke kuzhina, mori thikën e u qef mrapa frigoferit. Edhe u shkova me marr bukë, të jepsha fëmijës, ti vishe çik bukë me gjallë të bukë. Ai më goditi direkt me thikë, ishte më qef mrapa frigoferit dhe më goditi. Rash në tokë dhe ka pa djali dhe vajza, ka pa gjithë skenën. Të mërshme. Po kush të çoi në spital? Odeta, në spital më kanë shku e fëmijë që kanë marrë infermierën, ne kanë kapur infermierën këto 2 fëmijë dhe Por fëmijët nuk treguan të vërtetën që babi goditi mamin me thikë? Jo, nuk e kapën nga dorë, kanë gjetë vegjël Odeta, vajza ka qenë e vogël edhe. Por pasi babai i fëmijëve të gjuajti me thikë, ai vetë ku shkoi? O arrati e sikon nga shtëpia. Ti përfundove në spital, kreve ato operacionin, sot fal Zotit gëzoni shëndet të plot, por Sot Odeta kërse shëndet, fal tyre 2 fëmijëve Odeta, fal tyre 2 fëmijëve. Dhe me jetë ti kesh ata fëmijë. Kam këto, si kam edhe, kam 3 Odeta. E dashu pranvera, por ai u arratis, por ti më tregove që ai erdhi sërish në spital dhe u tha mjekëve që gruan e kanë goditur grabitësit. Ka arë me një kapele, e mbaj mend, ka arë me një kapelat e zezë, me një kapuç, ka arë ke spitali, ka thoj kështu doktori. Erdi në spital Odeta dhe iku, ma erdi me pa dera spital dhe e kuptova që erdi hapi derën e dhomës, e kuptova dhe unë e kisha frikë. Kisha shumë frikë, edhe i thira infermierës greke, një infermierë aty që e friksuar. E tash pranvera, ti babait dhe vllait tënd i tregove që personi që të goditi ishte bashkëshorti. Jo, Odeta, jo, ishte vllai im se di fare, që më tani e ka marrë vllai im vesh. Ne ka majtë të fshirë, Odeta, deri tani, po e kujtoj më rëqethet mishi, Odeta. Dhe ky ka qenë gabimi juaj fatal që ju nuk e keni denoncuar në polici, ai njeriu ishte pas sekurave me gjithë ngjarjet që ti po tregon e dashur pranvera. Por çfarë ndodhi më pas? Odeta nuk i bën Odeta, nuk i bën gjë policia si ishte grek.
Nga që o greke dhe nuk mua më grisi letrët, atje me la, atje më tha pali albaneze, më tha policia greke. Jo, pranvera, qoftë ti me letra, qoftë ai me nënshtetësi, që po më thuaj është grek, pse kishte nënshtetësi greke ai? Po, e ka nënën greke kë. Sido që të jetë, një njëri që të tonë të vrasi dikë dhe mbi të gjitha faktike, ai ka marrë fikën dhe të ka goditur dhe ti ke përfunduar në spital, padyshim që ai do ishte pas hekurave. Në spital Odeta nuk erdhi policia, as një nuk u gjen në spitalin grek, nuk erdhi policia. Sepse ti gojën e mbajte të mbyllur dhe heshte dhe nuk fole asnjëherë. Dhe ky është gabimi juaj. E dashur pranvera, në momenti që ti dole nga spitali, si vazhdoi jeta jote? Vazhdoj pak, shere, filloj prap. Por ti nuk ja kërkove divorcin, kishe frikë të ndaheshe nga një njeri? Nuk e kam kërkuar kur divorcin Odeta, kur se kam kërkuar divorcin aty. Por pse nuk e more guximin t'ja kërkore divorcin atë kohë kur ai tentoi të vriste? Ai të dhunonte, për çfarë mbaje si burr? S'ke ta thash nuk kush, s'ke mbështetje Odeta, kur s'ke një mbështetje që të mbajnë kudo isha rrugëve me 2 fëmijë rrugëve Odeta, shtëpi nuk ishte, katëndi nuk ishte. Dhe kështu e detyruar ti vazhdove të jetoje me babain e 2 fëmijëve të tu, ku ai nuk të dashuronte dhe të dhunonte. E vërtet Odeta, por ju vetë e dashuronit, e donit? Jo, që nuk e kam dashur kur Odeta, që nga dhuna, që kjo filloi dhuna e parë. Por ju sollët një jetë fëmijën e tretë. Fëmija e tretë Odeta ishim fëmija e tretë ka lindur në Shqipëri këtu ke mami im. Pse, ju kthyet nga Greqia? Erdhem bashk. Pra, vendosët të largohesh nga Greqia dhe të ktheheshit në Shqipëri. Ta vazhdonit jetën në Shqipëri. Erdhem me nejt Odeta këtu ke babi im, me nejt 2 ditë, 3 ditë. Po. Të shmangos me prindrit, do vim prap në Greqi, tha. Kisha ardhur për pushime, po. Po, Odeta sa hapshe o gojnë, Odeta mi tregu babit tim, me fol me babin tim, një vafushe më. A i dite babi im jashtë, e hynte mrejnë babi im, a i më këtëron të mbyde vapën thonte, mbyde gojën thonte, s'do të vrasë thonte. Edhe pse s'mund të t'i shpresh prindet mi. Nuk mund të t'i shpresh prindet mi për të gjithë atë që dhunën, që më bërën të këtë, që më tuturonte. Dhe çfarë ndodhi më pas? Dhe unë grishu mërzita, nga neta 2 ditë ke prindit e mi, dhe nesma një ika pastaj. Mora fëmijët e një ikëm për Greqi, thash hajde ikim, thash s'duroj më, thash. Stria do të nuk më zente vendi, sa them nuk më bante vendi atë ke babi, për shembull nejt ke babi, ta mërzitja, ta bëhe prindrit. Dhe çfarë ndodhi në Greqi? Erdhi një jetë fëmija i tretë. Eri fëmija e tretë në jetë Odeta dhe kam lindur në Shqipëri, erdha nga u grindëm në Greqi dhe unë erdha, mora 2 fëmijë, i pa autobusin në Greqi. Erdhëm të 3 bashk, me gjë atë unë gjë 2 djem edhe bish bashorti. Më lanë Gjirokastër, përsa rrugë të Gjirokastër, se u kthiem mbrapshaj. Si, të braktisë të lanë Gjirokastër? Më lanë Gjirokastër me 2 fëmijë. Çfarë ndodhi me ty? Në mesë u ktheva Odeta nejta rrugëve të Tiranës, nejta 2 ditë rrugëve të Tiranës me 2 fëmijë, nuk pranoshim prindët, për shembull, s'kisha lek, s'kisha. Edhe u detyrova më mori motra në telefon, kisha telefon në dorë, më mori motra ime, më ktheu në shtëpi, tha. Lart ke babi, tha, të rish këtu, tha. Ti kur ka ardhur nga Greqia, ke qenë shtatzën me fëmijën e tretë dhe ke fletur në rrugë? Po, kam qenë shtatzën, Odeta kam fletur në rrugë. Ku ke fletur në rrugë?
Unë kam fletë ka marritit të tje vjetër, ke spitali vjetër ku lindin bebe foshnjët atje, kam ne 2 ditë jashtë për shumë, me gjithë djalin, me gjithë 2 fëmijët e vegjël. Dhe prindit nuk të pranonin në shtëpi dhe t'i flije në rrugë? Nuk më pranojnë deta nga e si babi më martoj me zohe, nuk donte babi, si babi ku i mori vesh babi të gjithë vojtet, a i nuk kam hyrë gjunaf me atë vaj, thonte. Por motra ndryri me njëherë dhe ti shkove tek babai jot. Shkova ke babi, atje si ishe babi në shtëpi, isha me baktit babi, gjeta mamin. Si të priti nëna? Atë plasje e qare me mami, bësta jo mami është e smurë, filloj mami duke qare, duke gërtitur me mami duke qare. Edhe kështu e dashur pranvera ti u ndave përfundimisht me bashortin tënd dhe jetove me 3 fëmijët e tu tek babai jot. Jetove deta me 3 fëmijët e mi, po u kthyeja prapë deta ky. Pas sa kohësh? Ai është kthyer për shembull deta në 6 muaj netin e Greqia, ai erdhi në vitri ka ardhur, në dhjetor ka ardhur në Shqipëri. Atëherë që më ka marrë, u kthym prapë në Greqi, prapë filloi duke sjellë më u kthem prapë, fituam prapë pranvera. Urdhëron. Ai ti la në mes të rrugës në Gjirokastër, filli kat, me 2 fëmijë dhe ti ishe 7 zë. Ti përfundove në rrugë derisa babai ta hapi derën. Dhe ti po më thuaj që pas 6 muajve ai erdhi të kërkojë dhe ti shkove me atë? Më thamë prindet, ti ikish me atë këtu s'ke punë, më tha babi, dhe më nisi babi. Pranvera, nuk të paragjykoj në mënyrë absolute, ajo që ka ndodhur, ajo ka qenë jeta jote, por unë nuk e di se si shumë femra vazhdojnë dhe jetojnë me dhunusët e tyre, i falin dhe shkojnë bëjnë të njëjtin gabim. Ti e dashur pranvera ke qenë e re në moshë, je një grua e fuqishme, mund të nisi një punë dhe të rrisje fëmijët e tu dhe të vazhdoje jetën, nuk ishte nevoja të rrihe me një person që mund kishte probleme psiqike pranvera, që tentoi të vriste. Atëherë kuptoja deta, po u ktheva prapë deta, do të detyruan prindrit, edhe u ktheva me atë prapë. Pranvera, nuk të detyruan prindrit në moshë madhore. Ishe në një moshë, timonin e jetës tënde e komandoje ti, nuk e komandonin më prindrit. Kuptoja deta, po kisha dhunë edhe nga prindit pastaj, deta po të kisha nejta atje për shemb s'kja ku shkoja, s'më majnë në shtëpi. Më bërzun pastaj nga shtëpia. Ai erdhi të mori dhe ti u nise sërish në Greqi me 3 fëmijët. Unë nisa në Greqi prapë me 3 fëmijët. Dhe jetuam pa kohë, pa grindje, për shumë mirë, jetoj shumë mirë për shumë. Pastaj filloi prapë dhuna, pastaj. Kur atë pa kohë që nuk ishe grindje, të kërkoj falje për gjithçka që kishte ndodhur? Po, ka kërku vetëm njerë falje, deta njerë ka kërku falje, nuk i bëjmë këto gabimet, sa. Të gjitha këto gabime, dashur pranvera, që janë të dënueshme, ai i bënte se ishte në efektin e alkoolit, apo dhe ku nuk ishte ideur të dhunonte? Pinta, deta pinta në njëherë që unë vdeks me shok të ki, thoshe shok të ki, për shembull rria në shtëpi, për shembull lash punën, pësa rria në shtëpi. Edhe flitin shok të këti atje. Merrte mente shokët, që thoshin shokët nga për mua. Çfarë i thoshin shokët për ty? Jo, del gra jote këtu, del gra jote me fëmijët tu në mes të Athinës, thonë që i kanë Athinë pastaj. Po. Jo, gra jote del këtu. Jo, del gjiro me kalamajt, se e legruam vetëm. Edhe ky i merrte gjithmonë për keq. Po është normale që një nën të dali për fëmijët, të shëtisi fëmijët e vet, i çoj në këndin e lojrave, të argëtoj fëmijët dhe ai filloi të xhelozonte për ty. Po, nga e që ishte më i madh si unë, ishte 10 vjet pa nga meja, e xhelozonte, kishte xhelozi. Xhelozi që të akuzonte se mos ti e tradhoje. Atë frikë isha deta se u dilja për shembull dhe edhe dilja vetëm me fëmijët e mi për shembull rria ke këndë lojë, shikoja kalamajt, nuk shikoja askënd për shembull.
Ati o qep si smundje, nga e që i thoshin shok të vetë kështu edhe ati o bë si smundje kjo xhelozia. Dhe të ndishte. Më ndoj që Odeta më ka ndjeku mbrapa, më ka ruajtur mbrapa. Dhe ka bërë sherr me shokun e vet, po sa shkoi takoi shokun e bërë një sherr me shokun e vet aty gruan time se ka marrë si shmendot ti tha. Dhe shpranvera, një burr që dëgjon shokët për gruan e vet dhe vën në diskutim derin e gruas dhe ndjek gruan dhe kupton që s'ka asgjë dhe pastaj vetë zgjedh me shokun që mos më prek nderin e gruas, këto nuk janë fare serioze. Unë nuk e di ku shkon mendja këtyre burrave. Odeta të asirojt Odeta një sekund. I tha dolëm të nesër për kafe, ne ka po shokun e këti. Po ti thash unë, ti s'ke familje vetë, tu thash e merresh me familjen time, thash. Ku s'ke familje ti thash. Ku s'ke familjen tate ti thash do merresh me mua thash. I thash shfaqe këti, ish bashorti tim. Dhe çfarë të tha? Ky nuk foli, shoku ti nuk foli. Nuk foli, ha, ta ju gratë ashtu jeni, tha. Ju gratë ashtu jeni, mbroni vetë. I thash, u s'kam njëri këtu, thash, u vetëm ish bashortin tim, po do dalë me këtë, thash. S'kam njëri tjetër këtu, thash, vetëm për ish bashortin tim, thash. Por çfarë ndodhi më pas? Ai të përdoqi, të ndishte, të vëzhgonte, e kuptoi që ti nuk e tradhoje. Çfarë ndodhi më pas në familjen tuaj? E kuptoi Odeta, pastaj në fund fare ka kuptuar, më dhunonte, pastaj vinte në shtëpi, më ka gjuajtur një herë me orë. Në hund, në ordori në hund dhe më tha, mua thë, do rish mbrenda në shtëpi, s'ke vë dalë asgjë hundi, tha. Të burgosi? Po, do rish mbrenda, tha. Dhe ti kështu u burgose dhe nuk dole më nga shtëpia? Nuk dola Odeta nga... Nuk, kisha frikë që më godiste, pra përna nuk dola më pësa jashtë me fëmijët. Një jetë, nuk e di e dashur pranvera që e torturuar nga një person që s'ka dashur, të ka dhunuar, ke shtrajtuar dhe 16 vite ke jetuar me atë person, ke shkatruar veten tënde, ke shkatruar dhe 3 fëmijët e tu. Po Odeta nuk shkija ku shkoja, se nuk jam mbështetje as nga një Odeta. Çfarë ndodhi dashur pranvera kur ti e more guximin dhe the stop, unë do ndahem me këtë njeri dhe ti sot nuk jeton më me atë njeri? Këtu ka qenë Odeta e fundit e që jam e grindur Odeta, ta them të drejtë Odeta. Më rao sa të lypësh në rrugë si s'kemi lek, sa nuk kemi lek të hajmë bukë të paguajmë hotelin që jetojmë hotel. Po pse jetoni të hotel juve? Nga jo që e nëzori pronarja shtëpisë Odeta, nga shtëpia që ku ngoditej me thikë në zemër mua, kishe frikë pronarja. Dhe ju jetoni në për hotele? Në Greqi? Po, jetojmë në një hotel, paguajmë 20.000 lek natë, 20 euro natën. Çfarë ndodhi? Ai në fund të nxori që ti të lypje në rrugët e Athinës? Të lypje supermarketi, thonë, shkoj supermarketi, lyp lek, thonte, mu kërkon lek, thonte. Sa ai nuk punonte, Odeta, ai nuk punonte vetë lypja, ai lypte në prifrit. Shkonte çdo kish për shembull. Lypte ke kisha. Pra ai nuk shkonte kërkonte lek. E gjinjente priftin, dua kaq kam gruan e smuar, kam këtë smuar, i merrte për shembull. Ka 100 euro, ka 50 euro për shembull. I gjinjente prifrit. Ai të nxori në rrugë dhe ti lype, të shfrytëzoi? Më shfrytëzoi Odeta ku kam shku, era në fund kam shku ke kisha, që kam lypur ke kisha, atë ku lypte ky, ka dalë prifti. Po ti këtu, tha mua, qa do tani ish bashkë burri jot këtu, tha. Thashë po ti jep leka ti, thashën, i thash greqisht. I dhe lek, thash, a e ti gënjen të mashtron, po ti e jes mu, tha prifti mua, tha.
Që e smurja, më thash, ja unë ke këtu, thash, ti që e smur nuk vija këtu, thash. Po më shokon pra. Aty i thalë të vërtetën priftë, pësaj, ku erdi pësaj, i ka në shtëpi pësaj. I ka në shtëpi, kam datë pa shapka jashtë pësaj Odeta, nga shtëpia. Dhe ma të rëgotë, çfarë ndodhi? Pa shapka, Me gjurmoj mrapa me më rau, hapa derën e shtëpisë se i ka, më tha më ktheu mbrapshas nuk të ve dorë, tha mua. Pa hajde këtu, tha. Më tha ish bashkëshorti im. Nga ajo që u dritja nga frika, që e kishe frikë, i thosha jo. Nuk vi, më thosha unë. Pa hajde këtu, tha. Pastaj doli një gjitonja ime ati, një greka, ati që e kishe gjitone atje. Hajde të fusum brenda shtëpita, në sjarohem ditë triu aty, tha që sjarohemi, tha, si që e puna me ju, tha. Zite gjenjej, për shembull, që ta gjenjeshe. Kështu i thash prisi kështu, i thash me të qeshur, unë e marrë me të qeshur punën. Ashtu i thete, sa ti iki, jam tha më ta ndreq u qefin, tha. Pastaj s'më bëja një gjë, përse nuk pra që ishin fëmijë të afër meje, nga që ishin fëmijë të afër meje të 2, të 3 fëmijë të djali i vogël. Edhe nuk më gacmoj. Por si u ndave e dashur pranvera me babain e fëmijëve në 2021-shin? Odeta ne u ndave erdhi prap ai. U kthente ikte erdhi në rradha 2, rradha 3, është rradha 3 që i braktis Kalamajt ai. Aktualisht i më thej që jetoj në Sarandë vetëm me fëmijët. Jetoja në Sarandë, me gjitha atë për shembull. Kam një atë pronarin e shtëpisë tu që jetoja aty me qira prap. Jetoja këtu me qira prap në Sarandë, filloi sherri, pastaj filloi grindja. Prap këtu në Sarandë që punoja me një hotel. Punoja këtu në Sarandë me një hotel, çdo behar punoja këtu në Sarandë. Kisha hotelin që vija punoja behar këtu në Sarandë, edhe s'kisha punë në Greqi, vija punoja këtu në Sarandë çdo behar. E tash pranvera, më lejo të të bëj një pyetje. Aktualisht ti nuk jeton me babain e fëmijëve, jeton vetëm me fëmijët. Dhe më the që i ka braktisur fëmijët. Po. Sa kohë u bë që ai ka ikur dhe nuk është kthyer? Ka ikë në janar Odeta. Të këtij viti dhe nuk është kthyer më. Po. Të ka telefonuar? Nuk është kthyer. Jo, Odeta, nuk kam fare kontakte. Por ti po e pret që të vi një ditë? Jo, Odeta, kur mjet ime, Odeta. Dhe më vjen mirë që dëgjova këtë përgjigje, që derën s'do t'i hapësh më atij njeriu. Do të hap kur derën, Odeta, nuk ka që më duhet atij njeri, prap do filloj vojtë, do filloj prap, edhe po kërkoj falje prap. Aja të punë do bëj, Odeta. Edhe këtë gjë e dashur pranvera duhet ta kishe bërë vite përpara. Tani Odeta kam dhe forca, Odeta jam shumë tani kam dhe forcat e mia e përballoj jetën për shembull. Po patjetër. Po vuaj pak vetëm si s'kam banesë, vetëm nga banesa që kam dhe 2 fëmijë me jetimore Odeta. Pse ti fëmijët i ke dorëzuar në jetimore? I kam në Golem, në Golem në Mali Robit Odeta. Por ti me kë fëmijë jeton aty? Më the kam 3 fëmijë. U kam Odeta janin e madh, mrapa vajzës 13 vjeçar. Ndërsa 2 fëmijët e tjerë i ke lënë jetimore. Po vajza 17 vjeçë Odeta. Por sa kohë ke që i ke lënë jetimore? Po vajza ka hyrë tani, ka hyrë Odeta, do bë 2 vjet, 3 vjet që ka hyrë në jetimore. Por pse i ke çuar në jetimore fëmijët? Odeta i kishe vajzën, Odeta kjo ta tregoj historinë e vajzës tani, Odeta ta tregoj tani historinë e vajzës. Vajza i bekën një telefon të Odeta 10.000 lekësh. E kisha vajzën Sarandë. I bekën një telefon 10.000 lekë, i bekë baba vetë. Po. Dhe tha, babi i marroj karikimi, o babi du në karikusin, i tha. Se a bleti pa karikus Odeta.
Edhe vajza e theu telefonin. Nga nerve që kishte vajza e theu telefonin, se nuk e blejti. Ka ikus në telefon, theu vajza telefonin, kjo Odeta vajzës. Dhe shkoj me letra, gjenjeshtra, Odeta shkoj në erdi në spital të Sarandës, bëre një flet kurse vajzë ishe e smur. Dhe më pas, babaj e dorëzoi një jetimore. E quan në spital Odeta Kepe, dhe qon ke spitali Kepesa, i tha ishim të 4 bashk. Edhe ai nejti spital me vajzën. Nejti ky spital me vajzën, Odeta shtroi vajzën në spital. Edhe kjo e braktisi Odeta vajzën në spital, Odeta. Të mërshme. E ka braktisën në spital. Dhe vajza automatikisht nga spitali kaloi një jetimore. Po. Po ty si nën nuk të njoftuan? Odeta u bëj gjyqe, Odeta isha në Tiranë. U bëj gjyqe, kam qenë në Tiranë. Nuk më latu për e qitë në gjyqet, më ka godite Odeta në stomak, më ka lënë aty në vend, në tokë. Por ti sot shkon në institucion e takon vajzën? Shkoj e takoj Odeta, e takoj, çdo nga 3 muaj shkoj e vjeta, shkoj e takoj. Dhe më vjen mirë, të paktën e takon vajzën, por fëmia tjetër si përfundoi në jetimore? Djalin e vogël Odeta e kam shti vetë, për shembull që bev që 3 javë, e çoj që nuk ka doshin prindit në shtëpi. Familja ime. E dashur pranvera. Sinqerisht mi merr si këshilla, nuk të paragjykoj, as nuk të gjykoj në mënyrë absolute. Pranvera, gjëja më kryesore për një nën janë fëmijët, edhe për një baba. Familja është e shenjtë. Por fatkeqësisht ti u martove me një burr të padenj, që e shkatroi familjen. Tani e dashur pranvera, mblidh forcat dhe mblidh fëmijët e tu pranë xhirit, si vajzën që e ke në golem, edhe fëmijën tjetër në jetimore, sepse djalin e pas ke në shtëpi të tretin, mblidh fëmijët pas xhirit tënd, puno dhe jeto dhe të jesh e lumtur. Mos e kthe më kokën pas tek ai njeri që të shkatroi familjen. Ja. Odeta, unë nuk e kthej më kokën pas, Odeta. Nga ai njeri. Ka ardhur momenti që atë timonin e jetës ta drejtosh ti. Dhe jo të mendosh çfarë të thot nëna, çfarë të thot babai dhe çfarë të thot ish-burri. Mblidh fëmijët pranvera, mblidh fëmijët pranë vetes se ka nevojë për ty. Se mua ku më ka marrë vajzën nga spitali, më ka heqë drejta prindzor, më ka heqë drejta nanës, e drejta prindrimit. E po diçka ka ndodhur që gjykata ka vendosur të heqë të drejtën prindërore. Por sido që të jetë, vajzën e paske 17 vjeç, ajo për një vit mbush 18 vjeç. Nëse ti e takon dhe ke kontakte të mira dhe ajo atashimi mes teje dhe asaj është i mirë, goca pas 18 vjeç mund vit jetoj me ty pavarësisht se të hequr e drejta prindërore se është në moshë madhore. Kështu që mblidh forcat dhe mblidh fëmijët. Odeta nuk i mbledh dot forca. Odeta edhe një gjë, Odeta nuk i mbledh dot forca, si vi takoj vajzën atje Odeta. Jo. Në jetimore, për shembull që vi takoj atje edhe atje dhe torturojnë dhe vajzën, ato punëtorët aty e rrahin. E dashur pranvera, mos të hyjmë institucioneve. Ti forca do t'i mbledhësh sepse i ere dhe mendon ndryshe. Nuk është fundi botës se të la një burr. Nuk është fundi botës ai iku, ai të ka bërë nder që ka ikur nga ty dhe ti jesh e qetë. Mua më vjen shumë keq kur dëgjoj të tilla nëna që tregojnë të histori vuajtjesh, dua të bëj më të mirën për ty dhe dua të jap mundësinë që zëri jo të dëgjohet dhe dua ta mbyll me një mesazh, sepse ti ke vërtet nevojë për ndihmë. Je vetme tashmë me qëra në Sarandë, je nga Tirana, ke përfunduar në Sarandë e vetme. Kush është mesazhi që do përcjellja? Odeta, i lutem një shqiptar, vetëm një banesë dua të fus kokën tu, vetëm një banesë dua, Odeta, vetëm një shtëpi dua, Odeta, sa të fus kokën, Odeta, si punën e kam vetë, Odeta.
Të mbledh në 3 fëmijë, të mbledh në atë 2 fëmijë që e ti mori Odeta. Dhe atë gjë duhet ta bësh. Se unë e di që të dhëm zemra për vajzën. Kam kajko Odeta, e kam shkoj, kam takuar Odeta, e shoh vajzën me lotë nërësio, Odeta që më arrajin. E torturoj vajzën me atje me që djalin. E deshu pranvera. Fshi lopët, nuk dua të qash. Unë të premtoj që do bëjt pa mundur të lidhe me institucionet dhe pas kuintave do flasim bashk. Unë dua që të bëhet më e mira për ty, të bashkohesh me fëmijët dhe të jetosh e lumtur mes tyre. Po, Odeta, të bëj Odeta edhe një pyetje, Odeta, avokat të ndarje, një avokat që të ndam nga ish bashkëtorë se kam bëj gjyqin, më ndihmoni nga një avokat që të ndajmë fare nga ish bashkëtorë. Ti se ke bërë divorcin akoma? Jo, Odeta, se kam bërë akoma, Odeta, se s'kam, më kanë kërkuar lek, Odeta, këtë shumë lek. Atëherë do të sqaroj Ku unë. s'kam dik. Janë disa zyra që kanë disa avokat që janë enkas pa pagesë për këto nëna në nevojë dhe paguen nga shteti. Kështu që ti jeton në Sarandë, unë do marr vesh ku është zyra në Sarandë që operon pikërisht për këto familje, se tu në Tiranë di ku janë këto zyra, dhe patjetër do të dërgoj numrin, do të ndihmoj që të lidhesh dhe të drejtohesh gjykatës për të kërkuar divorcin. Dhe mos pagosh asnjë lloj pagese, sepse këta avokat pagojnë enkas nga shteti. Mirë të dashur miq, që kemi ardhur në fund edhe për live-in e sotëm. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që kjo nënë të mbledhi forcat dhe të marrë gjithë fëmijët pranë vetes, pasi historia e saj ishte një histori e dhimbshme, e dhunuar nga bashorti. Prindi duke qasë në familje, nuk e pranuar ndarjen dhe kjo nënë ka përfunduar e vetme tashmë, vetëm me një fëmijë, pasi 2 fëmijët e tjerë kishin përfunduar një jetë imore. Urojmë të bëhet më e mira për zonjën Pranvera Gorasi. Mirë të dashur miq, dhe nëse ju keni një histori dhe kërkoni të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më shkruani mesazh dhe në adresat e mia në Instagram, në Facebook dhe në TikTok, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku tashmë çdo paradite jam live me ju duke sjellë këto histori të realitetit të dhimbshëm shqiptar. Faleminderit që më ndiqni, takohemi sërish nesër.